Unë kam qenë lidhur me një çun, edhe ne kishim 6 muaj, ai kishte vllai në Angli, edhe e kishte gjatë gati, ishte çdo që gati mund dikte. Dhe unë i thash, unë doja shumë atë, realisht, edhe ai më donte shumë mua, dhe i thash që nëse ti do ikësh, ne do ndahemi. Unë doja shumë, po realisht nuk mundesh ta mbaha nga distanca. Po pse? Se nuk e imagjinoj dot vetëm larg aty, po se unë jam person që kam nevojë për shumë afrimitet fizik, do ta kem aty, ta kem afër, ta kem pranë. Do ta ndjej fizikisht, e kupton? Dhe nga largësia unë mund ta sakrifikoja, mund ta bëja disa muaj, po nuk e dija, nuk kisha siguri që mund të zgjaste. Jo se nuk e doja, se nuk i besoja asë kohë, po nuk e di, thjesht jam person që i dua shumë njerëz të afër meje. Shiko, po është dhe pak egoizëm nga ana jote kjo, sepse ai qëndroi. Dhe Gjesi sot është ndar me atë, kështu që është sjellje pak egoiste, sepse është si thua mua më shofruar një punë shumë e mirë në Zvicër për shembull, dhe ne të dy duhemi shumë, po unë një vit duhet ikë atje, nuk mund të thoshte mua o punën. Megli ngriti vetën. Shifa pak. Është serioze. Është shumë serioze. Por jo realisht. Është pak egoiste, po mund ta bëja edhe unë. E di kush e bën më keq. Ajo është ndjesia jote dhe ashtu e ke ndier dhe ke vepruar dhe është okay, po. Varet nga faza e jetës në cilën ndodhesh, sepse nëse ti je në një fazë jete ku ti me këtë njeriu ke bërë ca plane dhe do ke ndërtosh një të ardhmë të afërt, një familje, po them, është okay që ju vendimet i merrni të dy bashkë. Në momentin që ju jeni të dy adoleshent, jeni 20 vjeçar, pse duhet ta ndalosh ti atë tjetrin të vazhdoj të bëj jetën dhe bëj zgjedhjet e veta? Duhet të japësh aq përgjegjësi o mua. Është një përgjegjësi shumë e madhe. Këtë çfarë peshe unë do i kisha byt. Kështu vlerësohet. Unë jam Megli dhe çfarë po bëni nëse nuk keni bërë akoma subscribe në Andale AL dhe të qeshni me ne se fundja për ju e bëjmë, a kupton? Kemi edhe punë tjera.